Shqipëria do të luajë me kundërshtar luksi si Spanja dhe Italia në eliminatorët e Kupës së Botës së 2018-s që do të mbahet në Rusi. Shorti i hedhur në Shën Petersburg ka vënë kombëtaren kuqezin në grupin G, në një short natyrisht shumë të vështirë, më shumë për vështirësinë e përballjes me dy ish kampion bote, si Italia 4 herë fituese e këtij kompeticioni dhe Spanjën fituese e Kupës së Botës në 2010-ën. Kundërshtarët e tjerë të kuqezive do të jenë në letër skuadra plotësisht kalueshme, si Izraeli, Maqedonia dhe Liechtensteini. Përballja me Italinë do të jetë historike për kombëtaren shqiptare, pasi kurrë më parë nuk kemi përballur me azzurrët në një fushatë eliminatore, por më tepër që trajneri i Shqipërisë është gjithashtu një italian. Sa i takon shortit në tërësi, 52 kombëtarët pjesë e UEFA u ndan në 7 grupe me nga 6 ekipe, si dhe 2 grupe me nga 5 ekipe. Nga zona europiane do të kualifikohen për botrorin e Rusisë 13 ekipe, 9 fituesit e grupeve dhe 8 skuadrat e dyta më të mira do të përballen me njëra tjetrën për të dhënë 4 fituese. Në grupin A, spikat përballja Holland-Francë, Portugalia me Zvicrën në grupin B, ndërsa Anglia dhe Belgjika kanë qenë me shumë fat. Ndeshjet e para eliminatore të botrorit 2018 do të zhvillohen më 4 shtator 2016, kurse të fundit më 10 tetor të vitit 2017.